Unë e thash edhe më herët që është shumë e rëndësishme që në këtë maraton të ngjarjeve, të cilat po duken shumë të gjata, po që në fakt nuk janë shumë të gjata, fakti që më lidhemi çdo 4 tetor, ndonjëherë po e krijon një farë perceptimi që procesi është duke zgjatë shumë. Ka plot vende të botës në të cilat procesi i konstituimit të institucioneve ka zgjatë. Edhe në Kosovë ka praktika të tilla. Unë nuk po them që një gjë e tillë është e mirë ose në ndonjë mënyrë është pozitive. Mirë po është e rëndësishme që të dihet që ka situata të tilla edhe në vende të ndryshme që kanë demokraci shumë të zhvilluar, por ka pas situata të tilla edhe në Kosovë, sepse nganjëherë po e kam përshtypjen sikur po tentohet të paraqitet shumë më e jashtëzakonshme se që është situata. Ne në këtë situatë vazhdimisht kemi pas një rol konstruktiv edhe para konstituimit të kuvendit, ju e dini qëndrimin tonë si subjekt politik, edhe kërkesën tonë për takim, dini takimet që i ka pas kryeministri Albin Kurti, edhe dini e keni përcjell pra edhe faktin që ne kemi dërgu ftesë edhe për takim, pavarësisht edhe faktit që përtej që kryetari i lëvizjes, kryeministri Albin Kurti ka dërgu ftesë për takim, edhe kryesuesi i seancës i ka ftuar disa takime në mënyrë që të ketë dialog nga përfaqësuesit e partive politike dhe të dilet nga ky ngërç. Por unë mendoj që arsyeja pse takimi nuk rezultoi suksesshëm ishte sepse kryetari i PDK-s po kërkon diçka që nuk mund të kërkohet. Nuk mund t'i kërkoj dhe nuk mund t'i tregoj vetëvendosjes se kush do t'jetë emri që ne e propozojmë për kryetar të kuvendit, sepse nuk i takon, sepse kushtetuta ja jep këtë drejt vetëvendosjes, fituesit të zgjedhjeve, e fituesi i zgjedhjeve është vetëvendosja. Po, zonja Feyza, por me që nuk janë numrat, a duhet të kishte mbase një lloj kompromisi mes partive? Sepse duket që numrat as nuk i ka lëvizja vetëvendosja, as nuk i ka Partia Demokratike, kompromisi as njëra. As neve sigurisht nuk do të na pëlqejnë, mund mos na pëlqejnë. Nuk është se na kanë pëlqyer gjithmonë propozimet që i kanë pas ata, por nuk mbahet mend që ne i kemi kundërshtuar ta zëm kryesues. Vetëm LDK-ja ka bërë në legislaturën e fundit në fakt, ndrimet të cilat ne kemi bërë në komisione të cilat janë pozita të cilat u takojnë partive politike. Domethënë aty është përfaqësimi që e bëjnë partitë politike. Unë thash ne nëse vazhdojmë me këtë logjikë, atëherë ne bllokojmë ndoshta më një herë të nën kryetarët. Nëse ne i themi PDK-s, LDK-s, këta janë emrat që ju duhet t'i propozoni, për ndryshe ne si votojmë. S'votojmë askën tjetër përveç këtyre që ne po ju propozojmë. Për çfarë lloj demokracie flasim atëherë ne këtu, për çfarë lloj situate? U flisni për anën e PDK-s që ka paraqitur në takim, por çka ka paraqitur atëherë lëvizja vetëvendosje në formë që të bëhet zhbllokime?